Nuk kuptohet si kanë hyrë plumbat në një makinë të blinduar si ajo, ne do shohim, kam përshtimin se Ledio ka dhe imazhet. Ndërkohë që dua t'ju lajmëroj të gjithëve se nga sot jemi duke provuar, do të jetë interesante, shikoni atë QR kodin që del atje në ekran, ajo kutia interesante atje e bukur, që s'doni të jeni interaktiv dhe të shkruani mesazhet tuaja, të pyesni etj. Mund të skanoni atë kodin atje, të logoni dhe do shikoni që ju mund të marrni pjesë në emision dhe ne së bashku mund të komunikojmë. Provoni tani pa humbur kohë, ju e dini si bëhet skanimi, prandaj se din, varja le të jetë atje si u prish punën është i bukur. Ka përshtimin se është pak i vogël Ledi apo jo, do të ishte pak më i madh. Mendoj unë. Jo, është mjaftueshmërisht mirë. Është mjaftueshmërisht shumë mirë. Nëse unë nuk dëgjoj asgjë Ledio sepse nuk kam fare audio këtu në studio. Kështu që dërgoj pak çuna të mbledhin këto, të mbledhin ndonjë gjë nga këto bokse tu se nuk dëgjoj asgjë. Mësim Murizi, mirëmbrëma. Le të filloj me një nga lajmi i fundit. Këtë ekzekutim pra si thash mafioz, njeriu të Shullazit mund në mes të ditës dhe në mes të Rinaz. I them njeriu i Shullazit sepse parë sot gjithë portalet dhe lajmet në rrjet ishin mbushur pikërisht krahu djathi i Shullazit, sapo kishte mbrit në Rinaz, ndërkohë sapo pam makinën e djegur që dyshohet se është makina e autorëve të vrasjes. Siç e shikoni ka ndodhur fiks te rrethullimi sa del nga aeroporti. Ja, këtu po shkojmë pamjet e para në fakt, është komplet Kabul, se në çdo vend tjetër atje vjet shiriti i krimit Muriz, një shirit i verë, kështu që rrethohet, atje njerëzit, jo të ndalojnë dhe shohin futin kokën brenda, po mundoheshin të çanin edhe makinën edhe xhamat e makinës blinduar. S'po merrem me detaje teknike, nuk e di, ka qenë apo jo e blinduar. E blinduar ishte, po kjo është e sigurt. Është e sigurt, po. Atëherë goditë duhet të jetë bë me kallash. Me siguri du t'jetë një armë, ja, jo nuk është kjo. Ledio shumë shpejt po ikin fotot, asgjë nuk kuptojmë. Blindi nuk besoj që e manë kallashin, sidomos në distancë të hapë. Ja, kjo është makina. Shikoj, po, nuk e di, adhe është detaj teknik që janë ata ekspertët që do të meren. Ja, duken dhe trupat e njëri shplagosën në fakt. Po. Ata janë ekspertët që po hapen makinën. Po. Kjo në rreth kush është Ledio, më falë mision, thjesht për dhe informacionet e para. Pra taj se kam parë sot gjatë ditë. Indjeri që është vrarë. Gilmano, si kështë e emrin? Si kështë e emrin Indjeri? Dani, Gilman Dani, më duket. Gilmando? Gilmando Dani. Dani, po. Gilmando Dani. Mësim, pane se të më thuash disa fjalë dhe çfarë djesie të lë kjo vrasje në mes të ditës, në mes të Rinës? Të desha të flasë. Ja, vetëm një sekund. Që të japim me njerëzve, sepse ndoshta ne jemi më të informuar, po njerëzit sëse e kanë mendjen shumë se ç'an ndodh dhe mund ta zbulojnë tani, prandaj kemi bërë dhe lajmi i fundit. Ky me sigurisht ai që është vrarë, po, ja që është në krah Shullazit. Po ç'ne ky ka qenë në burg dhe ka dalë nga burgu. Megjithatë, pyetjet që shtrohen sot, unë po i shtroj vetëm për mësimin, po dhe për ju që të reagoni te ai QR kodi aty që thash. Pasi ta skanoni, pyetjet që mund të shtrohen sot janë këto. Unë kam ngritur disa pyetje. Për shumë, kush e dinte, më falë, që Gilmando Dani vinte në atë orë në Rinaz? Kush e dinte që punojnë si AMP-s, AMP-ja është policia e policisë, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Mbikëqyrje Policore, po thjesht në fjalë thjeshta policia e policisë. Kush e dinte pra që punojnë si i AMP-s ishte aty për Gilmando Danin, sepse ai që ishte në makinë brenda që shplagosur ka qenë i kësaj AMP-s. Pse u vonuan po so bloqet, kur policia kishte në duar targën dhe rrugën e vrasësve. Edhe kjo është një pyetje. Janë shumë pikë pyetje që ngrihen sot. Nga u zhdukën vrasit nga u zhdukën vrasit, thot, prej Projit në Halilaj, ku ka vetëm një rrugë, për ata që e njohin atë zonë, pse në përgjithësi po merremi akoma me viktimën, ndërkohë që pse policia po merret me viktimën ndërkohë që vrasit nuk u ndoqën, dhe pse po i kërkojnë vrasit në Lezhë dhe jo në katundet e Fushkrujës. Tashmë ndoshta edhe në Tiranë ku mund të kenë nisë dhe festën e fitores. Janë ca pyetje që mua më erdhën nga një koleg im që merret me kronikën e zezë dhe që më thanë janë shumë interesante që t'i ngrëm këto pyetje në emision, njerëzit që na shohin me siguri e kuptojnë për ata të interesuarit. Tani mësim është momenti jot. Sa po kishte mbrit në Rinaz, nga avioni. Po, çfarë shohën? Po, në aq informacion sa mora unë është që makina ka qenë e parkuar aty që kur kanë ikë
Po, kishin ikë datën 7, më duket në 7 tetor. 4-5 dita, 6 ditë se se Po? Po. Apo në 7 nëntor, në 7 nëntor. Nëntor. Nëntor, po. Qëse ka neti muaj gjysmë me gjithë se kjo kategori. A, jo. Nuk e di, po, atëre kanë, sot është data 11. Po. Qose është 7 nëntori. Nëntor. Nëntor, po. Kanë ikë të prendin e kaluar. No, se kam qenë, nuk kam verifiku timsit. Kështu i pash në për lajme. Problemi është që, Arjan, ajo që shofëm me shumë shqetësim. Dhe gjitha ato pyetjet që ngritet ju janë për pse është trimru kaq shumë krimi. Qartë. Pra, Arina si është një objekt, një rëndësie të veçantë dhe cënohet siguria kombëtare. I vetëm aeroport që kemi ne. Ata nuk është se kanë qenë shumë të kujdesëm, është bërë shosh në pluma i hotel aty. Sotë? Sot. Që për fat nuk ka pat viktima, po xhamat e hotelit që është tek rreth rrotullimi, mbrana të cilit është monumenti i Nën Terezës. Ka ati disa hotele, po. Një ai që është aty. Bërë shosh, nuk ke pas mbi 20 pluma ai hotel. Dhe aty tek ai trafiku kur dalin. Aty ka njerëz pa fund. Njerëz pa fund që kalojnë Kalamaj. Drejt për drejt VIP-it, se është bë VIP-i dhe me pagesë, edhe për tjerët. Taksi që vinë e morin apo lajnë njerëz që kalojnë me valizë. Ati është Kabul është. Pra, përveç atyre, viktimës edhe ati që është i plagosur rand, mund kështë qenë viktim, aty ka qenë shenjestra. Po. Besoj. Duket që ka qenë vrasje profesionistësh, ë? Vrasje profesionistës, vrasje me mesazh. Është dhe me mesazh, se në mes ditës, po. Mesazh në mes ditës dhe në vendin më teorikisht më i monitoruar nga kamera. Më i populluar dhe më i monitoruar. Edhe më i monitoruar. Pra aty nuk po ta guxosh ti të lësh makinën, aty janë, sidomos natën, mbi 3-4 makina policie. Që gjuhen ata që vinë për 5 apo 10 minuta për të lanë makinën. Për të lanë, nuk lajnë për gjobë se të detyrojnë që të shkosh tek parkinget. Sigurisht. E atyre ustallarëve që urdhërojnë shefat që të lajnë policë që t'i qojnë si gjah tek rjeta e parkingut atje privat. Normal. Pra, aty ka kamera, ka sa dush, nuk di pse është vënuar ngritja postoblokut, nuk di pse nuk kërkohen aty ku është djeg makina, po kërkohen lezhë, nështë ta kanë informacion, se nuk po marrë përsipër t'i bëj autopsin e informacioneve para prake që mund të ketë policia. Ajo që unë shof është trimrimi në këtë arrogancë, do t'a quhe, të krimit, që vret në rinas. 5 metra, plumat mund shishku dhe ke avioni, kalash shkon 1200 metra. Sigurisht. 1500. Sigurisht. Ke avionat. Dhe atje mund t'ishte duke zbriti delegacion, ku di unë, i nivelit lartë. Sigurisht. Lartë qoftë kjo, kjo që kujdes shumë për barazin gjinare, kjo Marta Kos. Mund t'ishte kjo duke ardhë atje. Marta Lala, Irë, që ka kjo. Mund t'ishte Gonzatos atje, ku di unë. Edhe, nuk e di se qa nothe po t'ishte lartë, ose qa perceptimi je për turistët, me që ne kemi ka përcy Kinën, Dubai, kemi 20-30 milion turistë këtë rama. Si e shikojnë ata që në vetëmin pikë që zbresi, se s'kemi 2 aeroporte. Kërcet kalashit... Edhe njëri që po bëhet, zdijet do hapet apo jo? Po e kur të rregullohen pazar, Arjan, se janë prish pazar. Ta që vjedhin lekë të taksave shqiptare, regjistrojnë një firmë se po kalojmë nga i dek në dek tjetër në ishojt. Qartë. A i man, japin turku, kinezit, si bankers. Qartë. Kështu që... Pra si është lajmë që e ka ndonë mediat e botës, që 5 metra në vjerore nga vendi ku ullet balona dhe zbresin turistët, që të shofin këtë Shqipërit bukur. Balona, po. Po balona. Perë. Kërcet kalashi, 2-3 karikatore sa ka pasaj. Që shpon gjomët e blinduar dhe gjysma e karikatore s'ka vëjtë në hotel. Që mund të keqen pilot atje, Europa, turista, stewardesa. Pra, pse është trimruar kaj shumë krimi dhe pse... Ti thua krimi, po mos dosha është pak më shumë se krim kjo që ka ndodhur? Po këtë desha dalim. Trimrimi i krimit në historinë e viteve, nga 70-a e këtej që ka fillu të njihet, disa i thonë mafje, disa ku diu. Në 50 vite e fundit, po. Por, bëhet vetëm kur politika është në borgjë me te. Sepse në një farë mënyre, Arjan, edhe shteti, për gjithë ata që nga njekin, e di që do të ketë njerës që thotë qa thotë kë. Bandë është shteti. Në fakt, gjithë teoricianët që mere me këtë punë e konsiderojnë policinë dhe shtetin si bandën më të madhe. Bandë është, bandë me kollare. Bandë me kollare. Bandë shumë e fortë, që nuk do të ketë në përkam banda tjera kur është e pastër. I madhi Paolo Borsellino, ka pas tanë shteti dhe mafja, janë 2 banda që jetojnë tjetin territor. Qartë. Kur politika është e pistë, bashkjetojnë zbashku dhe punojnë një tjetër, kur politika është e pastë, i shpallin luft një tjetër.
Dhe unë besoj që shteti është bandë ma e madhe. Patjetër. Ka 16.000 sa policë, 8.500 ushtarë, kemi ne. Shtetet e mëdha kanë më shumë. 200.000 administratë që paguan, që du më posdum janë aksesor të kësaj bande që quhet shtet. Tashi nuk besoj që nëse këta nuk kanë detyrime, borç, haraç për zgjedhjet, te këta bandat e vogla se më e madhja që them unë është ka 100 antar, banda e Shqipërisë. Ku pyet kjo banda me 25.000 antar për një bandë me 100 antar? Qartë. E ne zgupti për 2 orë, gjithë natë, shpi aq më shumë që këtu janë pothuajse të njëjtët kapo banda, jashtë të skeduar, që ka qenë dënuar në 2021. Ky që ka ndruar jetë sot, 12 vjet burg dhe po lexoja në aty. 2021. Po kur doli nga burgu? Po thonë që ka dalë 2024 në tetor, se ka mush 2/3 të dënimit. Tash nëse po si mush 2/3, se 3 vjet i bit kesh bë. Pra 12 vjet 2/3 gjykimi shkurtuar, hiqet 1/3, 4 vjet i bit ngelen 8, 2021 me 8 nuk më rezulton që të ke dalë 2024. I bit 3 vjet burg ka bë. Qartë. Si ky shtek, kjo banda e madhe që kjo shtet, kur e thret për zgjedhje këtë bandën e vogël, që i thotë duhen kaq lek nga trafiqet e Anversit, Amsterdamit, e Londrës, e Dubajit, e ku diun, dhe më duhet mu losh kaq qendra votimi, që bosh presion atyre për të çu njerëz anonim me 20.000 vota, e ke në temë që do flasim pak më vonë. Po do flasim, po. Për zekinizimin e parlamentit. Nuk njehet më i fuqishëm, është më e fuqishme kjo banda e vogël përballë kësaj sepse ka kap shefat e kësaj bandës madhe. Pra pjesën e ekzekutivit. Mislim, unë kam një pyetje për ty. Je shumë i qartë. Ky që është si pas mendimit tënd, kur shet mënyrën se si është bërë ekzekutimi sot i personit. Është mesazh. Prit. Pyetja ime është e thjeshtë. Janë njerëz segmente të shtetit që e kanë hequr qafe, apo është larje e sapesh? Leta shtrojmë kështu si pyetje. Nuk hetimi do ta nxjerri me detaje, besoj, qofse do të hetohet, pra nëse kjo banda e vogël nuk ka nënhyqjen përveç bandës politike, që edhe këtë spakun, këtë bandën 20 vete, edhe kjo pjesë e bandës është, spaku. Pra që të zbardhet në detaje. Pra, prezenca i punoj si shteti, si shofer taksije, tregon afrimitet, që kanë strukturat që duhet luftojnë krimin, AMP-ja është për mbi. Policisë, pra e thamë. Pra është hala më e fort, sa duhet shikoj, kush është detyra e AMP-s, të denoncoj, të vaj pas hekra dhe të qoj në gjyq, apo të arrestoj çdo policë që mund të bashkëpunoj me botën e krimit. Po pra, policia korruptuar se lidhur me krimin. Po pra, i korruptuar ky është, jo që vjadhiqat. Bravo, qoftë dhe policat që bëjnë dhe gabime të thjeshta, në detyrë. Edhe ata hetohen. Që tek monitori i gjokës 5.000 lekë këtu më radhë, por kryesisht si objekt, ajo AMP-ja, emrin e ka të modë, po rreth 200 vete ata. Qartë. Dhe në 15.000 policë 200 vete për mua janë pak, dhe kur kam qenë në Komision të Sigurisë, kam kërkuar që të shtohet numri i tyre. 200 e sa kishin AMP-ja. Më shumë nga taksatona. Jo të spaksoshin policë. 8.300 policë ka pas Shqipëria në 2013. Po pra, ti thua të shtohet? Po du të shtohet AMP-ja. Me që ke dy vishu numrin e policëve, se nuk mund t'i kontrollojnë do 200 veta 15 veta. Dhe ndërkohë i kthehemi te rasti sotëm, njeriu AMP-s, njeri që është vetë. Brenda me është vetë, nuk e di 2 muaj 4, nuk e di se sa ka, po pas zgjedhjeve. Pra ky është i fash problemi, një qok që bëhet pas zgjedhjeve. Dhe për këtë spaku për mua duhet të nështë ta filloj ta gjej fillin për ta tjerë edhe ta se e lidh me zgjedhje këtë ti, myslím. Këtë ngjarje të sotme. Jo, se është vesh, ky djali është emëruar, nuk është 1 vjeçar, 2, 3, 5 në është emëruar qeshora korrekt, nuk e di nga informacion. Të këtij viti. Po, pas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve të Dhe është emëruar, duhet të thirr ministri që ka qenë. Dhe ish drejtori komanduar i AMP-s i ka qenë. Qartë. Mbi kritere si ky shtek çka konkurroi. Dhe shqyrzohet ai është gjallë, shpresoj që... Para uroj që të shërohet se është njeri. Po pikërisht pra. Po patjetër. Dhe e dyta nëse... Jo ai, mo këta që e kanë emëruar. Jo, edhe ai mund tani ai pasaj ngjarje normalisht. I bie të pyetet apo jo myslím. Para të kaloj rrezikun e jetës. Thonë që ka kaluar për rrezikun. I shiqyr. Thonë, nuk e di tani, nga lajmet që e uroj për çdo njeri. Pavarësisht se kujt bota i përket, në fundit jetën e ka dhënë i Malli Zot dhe duhet ta morë i Malli Zot. Jo batarja e Kallashit për
tregu forca, larja e sapa, sa hangshin kokat, si që thot. E ka thënë Ramsi 4 po, e Po, Ramsi 2, 3, 4, 5. E ka thënë që atëre, që kam qenë Ramsi 2 po. Pra, a i thot që kokat hangshin ta me një tjetër. Ky lanë durë, se thot nuk ka përgjësi. Qartë. Edhe pse u drejtohet shqiptarëve për rend, siguri, ujë, drita, rrugë, autostrada, kur ndodhin ngjarjet, shemet i ujë, për shembull, shemet i rrugë, vritet i rob, ky thot kokat hangshin se unë taksat e shqiptarëve, pagesën, beneficet, makinën e vet, eskortën e këtë, thot, ky e ka për qef vet, nuk e ka për të siguruar rend e siguri. Për te gjithë ti si korrupsioni që tashmë e njohin të gjithë dhe e dinë, e kanë diagnozën është e saktë. Ajo që më intereson për të kuptuar është kjo. Ti the pak më parë në fillim fare është një mesazh te ky. Kjo lloj vrasje. Mesazh ndaj kujt? Pra në qofse njeriu vërtet, se e pam nga foto që është në krah të Shullazit, që është një emër i njohur në këtë botë. Mesazh ka ndryshuar, pra kur mesazh ndaj kujt pra? Ja ta them. Pra ky me siguri ka bërë, shiko, ky me siguri më thym duke shkelur në një dram shumë të kalbur. Ka shkelur në kallo dikujt shumë të fuqishëm që është ekzekutuar kështu, se s'ka mundësi ndryshe. Kur erdhi Trumpi mendoj unë, dyshime kam. Ka sherifi i ri në qytet. Po, pra. Ky është mesazh që ka ndryshuar raporti i forcave mes grupeve. Pra, ky grupi që vrau... Mes grupeve, ku do thua mes grupeve, thua mes shtetit dhe këtyre. Jo, për mu, është dakord. Se ti thua mes grupeve... Ja të themon. Mes dy grupeve që shteti ka, janin gjanë, janin më shumë. Bravo. Por se ta thjeshtojnë. Ta thjeshtojnë, se më shumë të njerëz se kuptojnë. Pra, mes dy grupeve, ose shteti, nëpërmjet këtyre, nuk ose i ka porosit. Po mund t'japi mesazh për këta tjerë që ju kam pas gjanë, po s'jeni ma faktorë, se jeni në burgut edhe s'nanimoni do t'ma me zgjedhjet. Tash i kemi gjanë këta që i japin 20.000 vota, 30.000 vota, tyre. Gojde Liga thot që ka pasi kërcënim deri në nivelet më të larta shtetërore të këtij lloji grupi dhe kjo ka qenë një nga arsyet e ekzekutimit të këtij danit. E beson ti këtë? Mua më duket pak skenar filmi, po skenar seriali. Shteti i ka gjitha mundësit ta qoj ka shumicën në parlament, dhe për mu, më mirë le të vendosi ligjin antikrim sa të vrasi si vrasësit, nëse është kështu si që thonë ju. Nuk është kështu, jo. Unë them, Gojt e Liga që a thonë. Po pra nëse Gojt e Liga... Unë vetë nuk e besoj. Jo. Më të qasë është për të besu këtu, se qa kemi një gjuhë për hirës vërtetës skandal, pastaj, që kanë qenë vërteta. Jo vetëm Shqipëri. Kjo është fenomen që ndodh gjithandej. Dakor, bota vret me ligj. A para ato që dim ne. Ka dhe raste për shumë që vritin që nuk dhije si janë vrarë. Aksidente, po jo me kalash. O rëzohet balona, o hidhesh nga... Rusët për shemë vrasin që rëzohesh nga kati 6. Ose i elmojnë, po. Nga kati 6. Kati 6, po. Depresion hidhet nga gjamat. Qartë. është varianti KKB-s. Po, varianti vetë vrasi gjastë. Po, vetë vrasi ka lethite. Në fakt nuk ka vetë vrasi. A i shkon gjithë ditën në zyrë, ka qenë ministrë për shemë, ose shefi i KKB-s atje, dhe ndarë lethit hidhet nga kati 8. A i beson njëri këtë për variant tjetër. Po kjo është vrasje mlefi, nuk e di kush ka dash t'jap mesazh dhe kujt. Nuk është mlef kjo. Kjo është e përgatitur mirë. Jo, edhe për të regu që ne jemi kajt zot, kajt pushtetshëm, kajt paprekshëm, sa të vrasim mrena aeroportit, aty ku ullën balonat e këtyre të hujve që telepret ku i pull dorët, largo zot, po të qeqe me lani edhe. Që i ullën gjojnë këtë gjashtë. Që pyet tani, shqyrë zotit... Në ka rujtë zotit se do t'ishim... Se ne nuk dime në shdrejtim ka vajt plumba, se që se ka vajt nga hoteli, ka që nga në kundër të aeroport, e pisës. Kanë vajt nga u ka dash qefi se... Jo. Përveç objektivit nuk ose ka janë herë syt. Dijon janë, po që do kishte dëmë kolaterale, fakti që s'ka dëmë kolaterale, dhe më thënë që mjeshtrat janë qitës mirë. Nuk besoj që ka marru procesi hetimor, do të shofim ditët... Mund t'jetë nëj plumë qarë gjikun në Sarbator, ato depozitat që mushe atje, nuk e dim. Pra... Nga VIP-i janë qëllua nga VIP-i, nga anë e VIP-it? Jo? Ka një nga VIP-i plumbat, pas ka drejt mësymi atëre. Përse thua është qëllua nga anë e hotelit? Tani vjen mesazhi. Po dava shavash, do zbardhen shumë janë atë. Pra ti e the fix. Plumbat, sikur për një moment larkë qoftë, ndo një plumë të kishe ikur te VIP-i, te pjesa e VIP-i që është përme pages tani, ati është fix në drejtim të pistës. Dhe largo zot, aty t'ishin këta hynarët e botës, ta që thashon. Po, shëzi ka e. Dhe ishin prish mardhaje diplomatikë. Po mund të ishin dhe ne, mislim, kërë me donë. Po ke VIP-i s'para shkojë ose rikë. Jo, asun, po fjare që bia, më tëfton njeri. Dakor, po pa vajt tek VIP-i, se po merre me VIP-in. Aty kalojnë plot qytetarë që ikin dhe vinë nga aeroporti i Rinës në gjithë botën. Tregon që këta nuk janë thjesht sa banda që janë në luftë me shtetin. Këta do të jenë vetë segmentet të policisë, s'ka mundësi ndryshe ba. Është e pamundur. Edhe ky rast nuk përjashtohet, Arjan. Vetëm se ngjyrë kupton, pse kanë godit dhe tjetrin që ka shpëtuar, ai ishte i policisë tjetri. Ja më pos.
Si e ka emrin ai, se jarova tani. Jarova emrin. Se kishte 2 mbi emra. Se unë jaroj të emrat e kam të merë. Nuk u mora shumë me emra e ti, përveç se pash që ishte fut në punë. Kjo ngjarje për ty, është një ngjarje si gjithë të tjerat, lym, apo mendon që kjo ka një konotacion, merr një rëndësi tjetër? Jo, është, prandaj po them, po këngull, është mesazh. Edhe nëse është bën nga banda e madhe, që ka emrin qeveri, ndaj këtyre që u duken vetja të fortë. Se mund të kenë kërcënuar këta vëlla, mund të kenë bërë gjëra që s'duhet i bëni moti mislim tani. Edhe unë, shiko, kur çdo qoftë kryeminist, më ose ministër Endi ose ku diun drejtor policie. Në momentin që të vjen një kërcënim nga një bandë të fortësh, ti ç'do bësh mislim? Unë. E zëm. Unë, kryeministër. Do ali e ligjit. Jo, ç'a ligjit. Unë kryeminist. Jo kryeminist, nuk thash kryeminist. Po nëse jam unë, mos ta fut atje. Po ai është i pari qeverisë, kush? Ore, po nuk ka rëndësi, mëse merret ai tani me të gjitha këto gjëra. Ka kërcënu këtë salën. Po fillon që nga drejtori i policisë, ore ky Proda një drejtori i policisë. Për mendimin tënd sot, duhet të fri gjumë rehat pas sa që ka ndodhur. Ja, e rëndë është, asnjë rënd kjo dha. Asnjë polic nuk duhet të fri gjumë rehat pas sa që ka ndodhur. Ka ndodhur në kulmin e hapësirës ku siguria kombëtare duhet të jetë në maksimum apo jo? Po. Se nuk ka ndodhur për shembull në një rrëz fshati ku diun diku. Ora, ai fillon që ke shefi i komisariatit Rinasit, që është aty. Pikërisht. Nuk e di se sa, efektiv, pak ka pas dhe nuk e di 50 sa veta. Drejtori i policisë Tiranës që mulon Rinasi si pjesë e qarku, drejtori i përgjithshëm, nën drejtorët e gjithë 15.000 policë nuk duhet të jenë rahat. Olim të bëj një pyetje. Është vrasje azat mes ditës në vend, po, pra. Sa ishte ora? Sa ishte ora kur ndodhi? Mund të ishte një 2-3 Sa ishte ora? Para dilli. Ishte pasur 12 drekës? Po. Ka qenë kohë dreke me fjalë. 2 ndrohen turnet. Po. Olim, dëgjoj Arianin. Ai do të pyesën, kjo vrasje ti që ke një prit përveç asaj. Jo të mënim shikoj pjesën. Përveç ti që ke një njohje të madhe me të Merimangës se si funksionon ky vend etj etj. Ty të kujton më shumë jugun e Italisë dikur, me që përmendje edhe prokurorin italian pak më parë, i cili u vra mas Falcones. Pra, kjo lloj vrasje kujton më shumë Italinë e Jugut në ato vite, ku hidheshin, kur hidhe era ajo rruga dinamit etj etj, apo të kujton sot disa vende të Amerikës Latine ku ka vrasje të këtij lloji kalibri. Po, Italia e viteve 80 s'ka qenë kjo teknologji, kjo avancim e kështë. Më shumë ngjan me harbutlikun që kanë bandat që dalin legalisht në vendet e Amerikës Latine. Të drogës të që i bin shtetit drejt për drejt. Pra, por atje është fakti që i bin shtetit drejt për drejt, i bin që shteti së shpal me ta. Kështu që ja që më thot, plumbat, nga VIP-i duke në video, thot, plumbat, sepse po dilte nga Rinasi për Terethi. Për Terethi e kanë godit nga anë e shoferit. Po, fiks, që i bina krau i majt, që drejtimi i gjujtjes është nga VIP-i. Aha, bravo. Tani, shofer kush ishte? Viktima? Se këtë se kuptoj mirë. Apo ishte tjetri? Jo, me sa pash në foto, më duket se është pasagjeri. është pasagjeri, bukur. Viktim, është pasagjeri. Me sa pash foto, po kjo do të zbarë dhe besoj deri nesër mediat nëpërmjet filmimeve, deklaratave, punës policisë, do ta morën vesh eksakt. Po nga çfarë duket nga pamja? Jemi dhe çik herë në fakt ne sonte. Nga çfarë duket nga pamja, viktima, që është e muluar me. Po pra. Është nga krau i pasagerit, a? Nëse Benzi është në kështu në variantin që ngasim ne, po që në variant anglez, nuk e di, po e ka timon. Ishte variant këtej e kështë timonin, nga ana e majt ishte. Atëherë duket që viktima është pasagjeri. Ajo që duhet të dim neve me siguri për të marrë vesh të ditë, se ka njerëz në media këtu që i dini njofim me detajë personazhe është, si ka mundësi që ky Gilmando, pra viktima, ndjes pas, është burgosur në vitin, në çfarë viti është burgosur? 2021, pas tetor. Dhe ka bërë vetëm 4 vjet burg, ka qenë bashkë me në klubin e Shullazit, dhe ndërkohë është liruar. Ka dalë në nëntor. Pra, lexova që gjithësi grup kishin marrë 55 vjet burg. Po pra, po ç'ne ky që doli? 12 vjet nuk e di. Do të më pa vendimin e gjykatës. Si ka qenë dënimi se 12 vjet thoshte. Po. Ai ça gugullova. Te Gogoli unë dhe te Gogoli, ai ta gugullova te Gogoli. 12 vjet Arian. Me 3 vjet 2021, 2024, fiks 3 vjet tetor në tetor,
nuk më rezultojnë që është bërë 2-3 dënime, nuk e di se kur është arrestuar, se mund të ketë qenë i arrestuar. Pyetje që ngrihen sot nga publiku. Mund të ketë qenë i arrestuar më përpara dhe dhe ka përfituar para burgimit quhet 1.1/2. Dakor. Pra mundet. Pra është dënuar në 2021. Dakor, e kuptoj. Por mund të ketë qenë 2 apo 3 vjet brenda, se s'kam drejt ta paragjykoj. Pra mund të ketë qenë 2-3 vjet brenda. Jo, s'paragjykojmë asnjëherë sot. 3 vjet brenda bëjnë 4 vjet e gjys. Edhe 3 ka bërë 7,8, përputhet me 2/3 e 12. Mislim, për ta mbyllë të çështje. Se s'du të merrem me detaje teknike. Jo, nuk të marrë. Jam shumë i kënaqur se për herë të parë sot kemi vënë një tabelë të vogël atje, një kuti, që quhet QR code. Dhe njerëzit mjafton që të hapin foton e celularit, paf ta skanojnë, të logohen shpejt atje, të bëjnë një login dhe të marrin pjesë në emision. Unë ju premtoj që pasere do kemi dhe sondazhe që mund t'i publikojmë dhe live. Jemi duke punuar me Ledion dhe me stafin. Do kërkojnë nga Ledio herës tjetër që atë kutin ta bëjmë pak më të matjet, pak më e dukshme dhe pak më larg se titulli, që mos duket si bashkimi i titullit, por këto janë gjëra grafike. Jam shumë kënaqur se kanë filluar mesazhet. Më thonë që njerëzit janë të interesuar. Kjo është më shumë për ata që shohin emisionin në televizion këtu në MCN. Jo për ata që janë në rrjet, për ata që janë në rrjet nuk është, apo dhe për ata janë. Ata nuk kanë nevojë. Ata i shohin këtu. Jo ata i shohin në YouTube. Edhe këtu. Në YouTube, po këtu. Mislim, pyetje e fundit. Kjo vrasje e kësaj natyre që ne pam sot, që është dhe lajmi i fundit normalisht, dhe gjithë mediat nesër dhe pas nesër me këtë punë do merren, ndoshta edhe më shumë. Në qoftë se s'ka ngjarje tjetër. Dakor, që se s'ka ngjarje më të rëndë se kjo, do thuash ti. Se mund bëhet një vrasje tjetër me 2-3 veta. 3-4 ku dy. Sigurisht, për te kësaj që është një ngjarje e rëndë. Shumë e rëndë. Për te dhe fakti, ka dhe ngjarje që konkurrojnë këtë, për shembull është fati para Shevi Simakut. Ka dalë prap ky Elton Iliriani, besoj e pe apo jo. Jo, nuk e kam pa. Është ai që shoqja e Gonzatosit. Nuk para i shoh. Dëgjoj, mislim, mirësh mos më mendim kështu emra që njerëzit që janë në detyrë këtu, i përmend ti. I përmend unë. Jo, e di pse, sepse kanë ardhur kot Kishia. Nuk më njen hiç. Jo, e di. Fabrika që prodhon robin, Ariana është unike në gjithë botën. E di. Inferioriteti do vemi atje, do vemi. Se ky ka lind në një katon tjetër, jo në Çerm ku jam as më njen hiç. Por që s'është nuk përbën kurreshti që unë të lexoj çka ka bën ai. Jo, po tani këta janë bërë shumë të fuqishëm sepse këta të hapin procese, mësimi dhe nuk mbaron me këta. Po mirë të hapin që ta kenë qefin. Ta ke ka disa lajme, për shembull, kjo e gjinive, është kjo e këtij parashefis që mund të rikthehet prapë në rrugë. Edhe janë kthu më të rëndësishëm se sa kjo. Besoj se këto lajme hidhen me qëllim për të mbuluar pikërisht këto gjërat e tjera, gjërat e mëdha, në këtë kuptim ta thash. Megjithatë, pyetja ime është kjo. A mos ndoshta për te fatkeqësisë familjare që mund të kenë njerëzit e të ndjerit sot? Dakord? Që sigurisht që mbi gjithë ai është njeri. Ai është njeri. Sa kohë që ka qenë i lirë, nuk ka patur. Po për te s'është në burg, është një çift qytetar tjerë. Kjo ngjarje vetvete me Sy Murizi, sipas teje, jam kurioz ta di nga ty. A tregon një lloj zhvillimi dhe perfeksioni që ka arritur më në fund te Shqipëria, pra që njerëzit mund të vriten, po pa dëme kolaterale, pra ka vrasje perfekte, le të themi. Është shumë Nuk duket cinike kjo gjë, po. Përcen ironinë. Jo, unë sot gjë e parë që me lidhje thash shqyr që nuk ka vrarë njëri tjetër, që nuk është vrarë njëri tjetër. Po, kjo quhet kallash sarkazëm, kjo ajo dia. Nuk e di se çfarë është. Po, unë realisht e mendova. Paktën a është vrarë dikush tjetër rastësisht në atë zonë, është e pamundur që një plumë mos kapi dikë tjetër. Pra tregon që kjo është merit e qeverisë që ka avancuar në perfeksionimin e atyre që gjuajnë. Ndoshta ai që unë po e shqiproj. Ato se them do të qeverisë fik. Jo, po. Do ishte akuzë e rëndë. Arritje the ti. Arritje jo. Pjesë e programit të qeverisë. Në përgjithësi, pra, përdesë ka zhvillime në disa sektorë. Ti po e thu të rrumulla Kosovë, unë po e zhvesh. Me që vjen po e zhvesh si kallinimisi, ti po ma jep me gjithë lëpushk, unë po e heq lëpushkët. Me që jemi dy tash. Pra arritja tek ujë, pensionet, paga, turizmi, kjo është dhe arritje. Jo, te uji nuk kanë bërgjë, te uji dhe kanalet e zeza është. Tek gjitha. Është mu dynjaja, mislim. Po dhe ajo mund të jetë pjesë e arritjes. Që ka shpërthim mu të gjitha? Po. Jo, ajo nuk është. Po pse jo? Ajo është qelbësir hane, dhe vëtën, ajo është... Po mund të jetë ajo pjesë, se nëse kemi lexuar mirë programin e qeverisë. Nuk ka vënë dorë Ramsi atje te ajo pjesë, nuk intereson pjesa e... Po mund ta ketë shtu dozën për të... Ka shtu dozën, po që era ti ketë siklet tjetër qytetari që mos ketë mendjen te këto ngjarje. Unë them zhvillimi mafi kullave, pra ky është i ndërtimit, i rrugëve, dhe fut edhe këtë përsosmëri e vrasëve. Pse jo? Po pra për zhvillim, pra ne tash është edhe ashtu mund të lexohet, siç thonë jo. Pra një nga objeksionet
në 16 vite, deri në 2029, të qeverisjes së kësaj mazharance është ngritja e shkallës profesionale e vrasëve. Të paktën nuk u vra njëri tjetër, o mislim. Se mund të kishte edhe më keq, dua të them. Kupton çfarë po them? Po, e kuptoj. E kuptoj. E pe njerëz sa ishin atje kur po i binin makinës. Ishte çmenduri. Njerëzit nuk është se erdhën në atë moment. Njerëzit ishin, kalonin se ve me këmbë atje. Po. Po çmenduri më. Gje pa e shkon në mend i thash mos, pa nëse do jenë vrarë. Nuk goditet atje vëlla, nuk goditet, ai është rreth rrotullim. Nga do të godash aty ke njerëz. Tregon që qitësit, pra autorët, janë, të ndë Samer, janë profesionizmi i niveleve të larta. Mësim, le ta themi. Asnjë gabim, është gjithçka e milimetruar, Moris. Tani më kapi, po shoh dhe Dexterin tani dhe jam, me mbarova Dexterin, dhe prandaj jam kështu i. Nese, li mund them kështu, që mos të lodh me këto gjëra. Bëj një pauzë vogël dhe rikthehemi se kemi gjëra tjera për të. Patjetër. Po ti shkoj deri në fund. Unë të falenderoj. Ndoshta do të inshallah nuk dekorohen, do thosh ti. Unë them që duhet të vi një moment që të ndodhi dhe ajo, që këta të bashkohen, të krijojnë një klub ku dekoron njëri tjetrin. Ke parasysh të mblidhjen pra. Ke parasysh nëse dikur ishte të gjithë punëtorët, si ishte ajo në internacionale, si ishte ajo, të gjithë punëtorët. Proletarë të gjithë vendeve bashkohen. Tani është kriminalë të gjitha vendeve bashkohen. Po do më ndaj prodhët të tjerë, po flet për gjithë rajonet. Unë them që tani nuk është më lokale, tani duhet